Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Ska. Fermerët në vendin tonë mund të blejnë vitet e punës pa u penalizuar nga gjobat dhe kamat vonesat që mund të kenë në sistem pasi sipas ligjit të ri parashikohet shuarja e tyre, ndërkohë që blerja e viteve të fundit të punës u mundson atyre pension në të ardhmen. Fermerët e regjistruar në sistemin tatimor, pra që kanë apo kanë pasur një NIP, pavarësisht nëse janë apo jo aktive aktualisht, do të përfitojnë nga ligji i faljes së detyrimeve të prapambetura apo gjobave dhe kamat vonesave. Konkretisht në ligjin i cili tashmë ka nisur nga zbatimi për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, në nenet 5 dhe 6 specifikohet edhe shuarja e kamat vonesave për kategorinë të vetpunësuarve në bujqësi. Konkretisht, do të shuhen dënimet administrative, gjobat dhe kamat vonesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore deri në datën 31 dhjetor 2014, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit për fshirë të vetpunësuarit në bujqësi, por pa përfshirë kontributin. Pra për detyrimet më të vjetra se 10 vite, gjobat dhe kamat vonesat fshihen në çdo rast, dhe pse detyrimi për kontributin mbetet. Ndërsa neni 6 parashikon shuarjen e dënimeve administrative, gjobat dhe kamat vonesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore nga data 1 janar 2015 deri në 31 dhjetor 2024, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit për fshirë të vetpunësuarit në bujqësi me kushtin që të paguhet 100% e kontributit brenda datës 31/12/2026. E thënë ndryshe, këto nene parashikojnë që kontributet për sigurimet shoqërore të vetpunësuarve në bujqësi nga hyrja në fuqi e ligjit të vitit 1993 i ndryshuar nga data 1 tetor 1993 deri më datën 31 dhjetor 2024 paguen pa kamat vonesa sipas vendimit në fuqi. Pra, çdo fermer mund të blejë vitet e punës me një shumë vjetore prej 38.400 lek në vit për zonat fushore dhe 29.400 lek në vit për fermerët në zonat malore, duke mos pasur asnjë penalitet sa i takon gjobave dhe kamat vonesave. Për një periudhë 10 vjeçare, fermerët në zonat fushore do të duhet të paguanin 384.000 lek dhe në zonat malore 294.000 lek. Blerja e viteve të punës është një mundësi që u siguron fermerëve përfitime nga pensioni në të ardhmen. Nga ana tjetër, bizneset do të përfitojnë edhe falje të detyrimeve doganore të gjobave dhe kamat vonesave me kusht që të paguajnë brenda 2026-s pjesën e mbetur të principalit. Ligji i faljes përveç detyrimeve tatimore parashikon edhe shuarjen me kusht të detyrimeve të pagueshme në dogan. Kështu përpos fshirjes automatike të gjobave dhe kamat vonesave më të vjetra se 10 vjet, detyrimet e pagueshme në dogan të evidentuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate nga data 1 janar 2015 deri më 31 dhjetor 2019 shuhen në masën 50% të taksës doganore, të VSH-s, akcizës, taksave kombëtare që mblidhen nga dogana në rolin e agentit tatimor, nëse pjesa e mbetur 50% e tyre paguhet e gjitha njëherësh brenda datës 30/6/2026. Po ashtu shuhen në masën 25% e taksës doganore, të VSH-s, akcizës, taksave kombëtare që mblidhen nga dogana në rolin e agentit tatimor, nëse pjesa e mbetur 75% e tyre paguhet me koste mujore të barabarta brenda datës 31/12/2026. Në raste të mësipërme, gjobat dhe kamat vonesat për periudhat përkatëse fshihen plotësisht, ndërsa në rastin kur është paguar principali dhe subjekti ka detyrimin të papaguara vetëm gjoba dhe kamat vonesa në llogarinë e tij, falen gjobat dhe kamat vonesat. Po ashtu shuhen gjobat dhe kamat vonesat për detyrimet e pagueshme në dogan që i përkasin periudhës 1 janar 2020 deri më 31 dhjetor 2024, me kusht që detyrimi për periudhën përkatëse të paguhet i plot brenda datës 31/12/2026. Gjithashtu fshihen detyrimet për subjektet të regjistruara deri në dhjetor 2024, gjobat për mos deklarim apo deklarim të vonuar, gjobat për pasqyrat financiare të dorëzuara me vonesë, gjobat apo interesat nga vendime gjyqësore ose me efekt prapaveprues, si dhe gjobat administrative deri në dhjetor 2024. Ligji në fjalë parashikon fshirjen e të gjitha detyrimeve të individëve debitor për të cilët nuk ka informacion për numrin e identifikimit, nuk është bërë njoftimi për detyrimin për mungesë identifikimi dhe nuk ka vendim për rikuperim me forcë të borxhit, përfshirë këtu edhe individët që kanë shtuganuar automjete me NIP të përgjithshëm. Brenda datës 31 dhjetor 2026, organet përkatëse fshin nga regjistrat e tyre kontabël dhe nga llogaria e tatim paguesit debitor detyrimet që shuhen sipas këtij ligji. Përjashtohen nga përfitimi subjektet e dënuara për vepra penale tatimore dhe doganore, subjektet e dënuara me vendim të formës së prerë në favor të administratës doganore apo tatimore.
Qeveria shqiptare ka propozuar një projekt ligj që synon për afrimin e plotë të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian në fushën e pagesave me vonesë të transaksioneve tregtare. Ndryshimet prekin ligjin ekzistues dhe synojnë forcimin e disiplinës financiare në treg. Qeveria ka ndërmarrë një nismë të re ligjore që synon të përmirësojë kuadrin rregullator për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare, duke përafruar plotësisht atë me standardet e Bashkimit Evropian. Projekt ligji i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit vjen në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe harmonizimit me direktivën e Bashkimit Evropian, e cila synon luftimin e praktikave të pagesave me vonesë mes bizneseve dhe autoriteteve publike. Ndryshimet ligjore prekin disa element kyç të ligjit ekzistues, duke nisur nga përkufizimet bazë, zgjerohet koncepti i sipërmarrjes duke përfshirë jo vetëm shoqëritë tregtare, por edhe personat fizik dhe profesionet e lira, me qëllim trajtim më gjithëpërfshirës të marrëdhënieve tregtare. Po ashtu rishikohen normat e interesit dhe saktësohet mënyra e llogaritjes së kamatvonesës, duke përcaktuar qartë edhe rastet kur ajo lind automatikisht në përputhje me afatet ligjore. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me afatet e pagesave, ku parashikohet që ato të mos tejkalojnë 30 deri në 60 ditë kalendarike, ndërsa procedurat e kolaudimit për mallra apo shërbime kufizohen deri në 30 ditë. Në rast të vonesës, kamatvonesa do të aplikohet automatikisht duke synuar disiplinim më të madh financiar dhe mbrojtje të likuiditetit të bizneseve, veçanërisht të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat janë më të ekspozuara ndaj problemeve të cash flow-t. Projekt ligji gjithashtu sjell ndryshime edhe në aspektin procedural gjyqësor, duke parashikuar që gjykatat të lëshojnë urdhër ekzekutimi brenda 90 ditëve për faturat e papaguara në rastet kur debia nuk kundërshtohet. Sipas relacionit shoqërues, këto ndryshime synojnë jo vetëm përmirësimin e klimës së biznesit në vend, por edhe avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. 4 mujor i parë i këtij viti ka sjellë rritje të ndjeshme të përdorimit të sistemit AIPS në euro, si në numrin e transfertave, ashtu edhe në vlerën e tyre. Të dhënat më të fundit e publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se sistemi po përdoret gjithmonë më shumë nga bizneset dhe klientët për pagesa në euro brenda vendit. 4 muajt e parë të vitit 2026 kanë qenë mjaft pozitiv për sistemin e AIPS euro, me një numër të vlerë transfertash konsiderueshëm më të lartë krahasuar me një vit më parë. Konkretisht në periudhën janar-prill të këtij viti janë realizuar mbi 148.000 transaksione përmes sistemit AIPS euro, të cilat kapin një vlerë totale për rreth 2.3 miliardë euro. Vetëm gjatë muajit prill rezultojnë të jenë kryer rreth 42.700 transaksione me një vlerë prej afro 733 milionë eurosh. Transaksionet rezultojnë të jenë rritur me 30% në krahasim me janar-prill 2025. Në bazë mujore, si numri ashtu edhe vlera e veprimeve të realizuara me AIPS euro kanë vijuar rritjen edhe gjatë muajit prill në krahasim me marsin. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë një zgjerim të mëtejshëm të përdorimit të sistemit, si për pagesa me vlera të mëdha ashtu edhe për transferta më të zakonshme ndërmjet klientëve. Sipas statistikave, gjatë muajit janar janë realizuar 31.500 transaksione, në shkurt rreth 35.000, ndërsa në mars numri i veprimeve arriti në mbi 39.000. Tendenca pozitive ka vijuar edhe në prill, duke regjistruar nivelin më të lartë deri tanishëm si në numër ashtu edhe në vlerë transfertash. Sistemi AIPS euro bën të mundur shlyerjen bruto në kohë reale të transaksioneve të klientëve të bankave për pagesat në euro brenda territorit të Shqipërisë. Sistemi AIPS filloi funksionimin në vitin 2022. Qëllimi kryesor i krijimit të tij ishte kryerja e pagesave në euro brenda vendit me kosto më të ulët dhe në një kohë shumë më të shpejtë. Më parë, procesi realizoi nëpërmjet bankave korrespondente, ndërsa të dhënat tregojnë se sistemi po përdoret gjithnjë më shumë edhe për pagesa me vlera më të vogla, duke pasqyruar familiarizimin në rritje të individëve dhe bizneseve me këtë instrument pagesash. Sistemi AIPS, i administruar nga Banka e Shqipërisë, përdoret për kryerjen e pagesave me vlerë të madhe në lek brenda vendit dhe shfrytëzohet kryesisht nga bankat, bizneset dhe institucionet. Përmes tij realizon transferte të rëndësishme financiare si pagesa të mëdha biznesesh ndaj furnitorëve, pagesa të institucioneve shtetërore për kontrata publike apo shlyerje detyrimesh mes bankave. Ndërkohë, sistemi AIPS euro funksionon në të njëjtën mënyrë për pagesat në euro që kryhen brenda Shqipërisë. Ky sistem përdoret zakonisht për transaksione mes bizneseve që operojnë me kontrata në euro si pagesa për importe, shërbime apo investime, si edhe për transferta në euro mes bankave për llogaritë të klientëve të tyre.
Banka tregtare në vendin tonë vjojnë që të shtojnë kontributet në fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme i krijuar për të përballuar kriza në sektorin bankar. Ndërkohë, ky fond ka arritur në 8.22 miliard lekë për gjatë muajit prill 2026. Fondi ndërhyrjes së jashtëzakonshme që përdoret për shpëtimin e bankave tregtare në rast falimentimi apo krizash financiare ka arritur në 8.22 miliard lekë. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, në prill 2026, banka tregtare derdhen 1.18 miliard lekë në fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Ky kontribut vjetor, i nënti në radhë gjatë periudhës 2018-2026, u paguai plot dhe në mënyrë proporcionale nga të gjitha bankat e sektorit. Deri në datën 30 prill 2026, Banka e Shqipërisë për llogarit çdo vit kontributin vjetor që sektori bankar do të paguaj për arritjen e nivelit të synuar të fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Për të përmbushur nivelin e synuar të fondit, kontributet paguhen në përpjesëtim me vitet që mbeten deri në 2027, që prej 2018-s kontributi që paguajnë bankat ka ardhur duke u rritur nga viti në vit, ndërsa synohet që deri në 2027 fondi ndërhyrjes së jashtëzakonshme të arrijë në 9.4 miliard lekë. Fondi ndërhyrjes së jashtëzakonshme është krijuar në vitin 2018 dhe administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Paratë që derdhin banka çdo vit në fond investon nga kjo agjenci në tituj të qeverisë shqiptare dhe depozita, një javore llogari rrjedhëse pranë Bankës së Shqipërisë. Gjatë 2025-s, mjetet financiare me vlerë nominale 6.9 miliard lekë u investuan të gjitha në letra me vlerë të qeverisë dhe depozita një javore llogari rrjedhëse pranë Bankës Qendrore. Kontributi vjetor i paguar nga bankat për vitet 2018-2025 është në shumën 5 miliard lekë. Ky fond mund të përdoret nga Banka e Shqipërisë për disa qëllime, të tilla si garantimi i aktiveve ose pasiveve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, bankës ura apo shoqërisë për administrimin e aktiveve, kompensimi i humbjeve të pambuluara që lindin për shkak të përjashtimit të detyrimeve të pranuara të kreditorëve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme e të tjerë. Përdorimi i inteligjencës artificiale po rritet me ritme të shpejta në botë, ndërsa Shqipëria ka kaluar mesataren globale me 18.5% të popullsisë në moshë pune që përdor inteligjencën artificiale për gjatë vitit 2026. Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Singapori kryesojnë botën për adoptimin e kësaj teknologjie. Inteligjenca artificiale po kthehet me shpejtësi në energjinë e re të ekonomisë globale, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit punojnë, mësojnë dhe komunikojnë. Të dhënat më të fundit nga Visual Capitalist, bazuar në vlerësimet e Microsoft, tregojnë se përdorimi i AI-t në vendin e punës po rritet me ritme të forta në mbar botën, ndërsa Shqipëria po ecën mbi mesataren globale në këtë transformim digjital. Sipas raportit, 17.8% e popullsisë globale në moshë pune përdori rregullisht mjetet të inteligjencës artificiale gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, duke kaluar të paktën 90 minuta në muaj me këto platforma. Shqipëria rezulton pak më lart se kjo mesatare, me 18.5% të personave në moshë pune që përdorin AI në aktivitete profesionale, një rritje me 2.7% krahasuar me vitin 2025. E njëjta prirje po shihet edhe në vendet e rajonit, ku inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e përditshmërisë në punë dhe biznes. Në krye të listës globale qëndrojnë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku mbi 70% e popullsisë në moshë pune përdor AI, të ndjekura nga Singapori me 63%. Këto vende kanë investuar masivisht në infrastrukturën digjitale, edukimin teknologjik dhe integrimin e AI-t në administratë, arsim dhe ekonomi. Ndërkohë surprizues mbetet fakti se SBA-t, edhe pse konsiderohen qendra botërore e zhvillimit të inteligjencës artificiale, nuk renditen mes 20 vendeve me përdorimin më të lartë. Europa po shfaqet gjithashtu si një nga rajonet më aktive në adaptimin e AI-t. Norvegjia, Irlanda, Franca, Spanja dhe Holanda raportojnë norma përdorimi mbi 40%, duke treguar se teknologjia po hyn me ritme të shpejta në tregun europian të punës. Ndërkohë, Azia po dominon rritjen globale. Sipas Microsoft, 10 nga 15 tregje me rritjen më të shpejtë të inteligjencës artificiale ndodhen në këtë rajon. Vendet që po përqafojnë më shpejt inteligjencën artificiale kanë disa elementë të përbashkët: internet të zhvilluar, ekonomi të orientuara drejt shërbimeve, aftësi të larta digjitale dhe investime të mëdha në cloud computing dhe edukim teknologjik. Nga ana tjetër, shumë vende në Afrikë dhe pjesë të Azisë Jugore vijojnë të përballen me pengesa si mungesa e aksesit në internet, kostot e pajisjeve teknologjike dhe integrimi i kufizuar i AI-t në biznes. Kjo mund të krijojë një hendek të ri ekonomik global, ku vendet që adoptojnë më shpejt inteligjencën artificiale mund të fitojnë avantazhe të mëdha në produktivitet dhe zhvillim ekonomik gjatë dekadës së ardhshme.
Ashtu si interneti ndryshoi ekonominë globale 2 dekada më parë, inteligjenca artificiale po shihet tashmë si teknologjia që do të përcaktojë fituesit dhe humbësit e epokës digjitale. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për përcaktimin e rregullave për pagesat e shërbimeve të ofruara nga shoqëria Albanian Digital Solution ndaj institucioneve publike përfituese. Një pjesë e rëndësishme e vendimit lidhet me klasifikimin e shërbimit sipas vlerës financiare dhe nivelit të kompleksitetit. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për përcaktimin e rregullave për pagesat e shërbimeve të ofruara nga shoqëria Albanian Digital Solution (SHA) ndaj institucioneve publike përfituese, duke vendosur kuadrin e ri për mënyrën e financimit të shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe sigurisë kibernetike në administratën publike. Vendimi përcakton parimet, procedurat dhe metodologjinë për llogaritjen e pagesave që institucionet publike do të kryejnë ndaj shoqërisë Albanian Digital Solution për shërbime si zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemeve elektronike, administrimi i infrastrukturave digjitale dhe implementimi i masave të sigurisë kibernetike. Një pjesë e rëndësishme e vendimit lidhet me klasifikimin e shërbimeve sipas vlerës financiare dhe nivelit të kompleksitetit. Shërbimet do të ndahen në 4 kategori, duke filluar nga projektet me vlerë deri në 50 milion lek, deri te projektet që tejkalojnë vlerën e 350 milion lekëve. Paralelisht, çdo shërbim do të klasifikohet edhe sipas kompleksitetit teknik dhe operacional në nivele nga e ulës deri në shumë i lartë. Në bazë të këtij klasifikimi, do të përcaktohet edhe marzhi operacional që do të aplikojë shoqëria Albanian Digital Solution dhe sipas vendimit, kjo qasje synon të shmangë fitimet disproporcionale dhe të garantojë përdorim efikas të burimeve publike. Një trajtim i veçantë parashikohet për shërbimet e sigurisë kibernetike. Për këto shërbime, kur ato përbëjnë objektin kryesor të kontratës ose ofrohen si shërbime të specializuara, do të aplikohet një marzh operacional fiks për 20%. Ky trajtim lidhet me natyrën shumë të specializuar të këtyre shërbimeve, nivelin e lartë të riskut operacional dhe kërkesat teknike që ato mbartin. Sipas vendimit, pagesat nuk konsiderohen tarifa publike, por pagesa kontraktore për shërbime specifike TIC. Procedura e re parashikon që institucionet publike të paraqesin fillimisht kërkesat pranë agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit, e cila do të kryejë shërtimin paraprak dhe më pas do t'ia përcjellë kërkesën shoqërisë Albanian Digital Solution (SHA). Kontratat ekzistuese për shërbime TIC do të vijojnë sipas kushteve aktuale deri në përfundimin e tyre, ndërsa shërbimet e reja do të trajtohen sipas rregullave të reja të miratuara me këtë vendim. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat për gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, prodhimi neto vendas i energjisë ka arritur në 3647 gigavatorë, duke shruar rritje vitore prej 63.2%. Rritja e prodhimit vendas ka ndikuar në uljen e ndjeshmërisë dhe të ndjeshme të importeve të energjisë elektrike në vendin tonë. Tremujori i parë i vitit 2026 ka rezultuar pozitiv për sektorin energjetik në vend, teksa përmirësimi i situatës hidrike ndikoi në rritjen e ndjeshme të prodhimit vendas të energjisë elektrike. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, gjatë periudhës janar-mars 2026, prodhimi neto vendas arriti në 3647 gigavatorë, nga 2234 gigavatorë në të njëjtën periudhë të vitit 2025, duke shënuar një rritje me 63.2%. Sipas Instat, 45.7% e prodhimit vendas u gjenerua nga hidrocentralet publike, 47.3% nga hidrocentralet private dhe koncesionare, ndërsa 7% nga centralet fotovoltaike. Rritja e prodhimit vendas ka ndikuar në uljen e ndjeshme të importeve të energjisë elektrike. Gjatë tremujorit të parë 2026, importi arriti në 327 gigavatorë, nga 767 gigavatorë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke rënë me 57.4%. Ndërkohë eksportet e energjisë elektrike u rritën ndjeshëm. Sipas Instat, gjatë janar-mars 2026, eksporti bruto arriti në 1503 gigavatorë, nga 732 gigavatorë në tremujorin e parë të vitit 2025, duke shënuar një rritje me 105.4%. Edhe energjia në dispozicion u rrit me 8.9% gjatë kësaj periudhe, ndërsa përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët arriti në 1954 gigavatorë, nga 1791 gigavatorë një vit më parë, ose 9.1% më shumë.
Në këtë rritje ndikuan si konsumatorët familjar, ashtu edhe ata jo familjar, ndërkaq humbjet në rrjet u rritën me 8%, duke arritur në 516 gigavator nga 478 gigavator në 3 mujorin e parë të vitit 2025. Sipas Instat, humbjet në transmetim u rritën me 31.9%, ndërsa ato në shpërndarje me 5.1%. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. To kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.